Gjithë në edhim se me fillimin e shtatorit fillon në viti shkollor për shkollat fillore dhe të mesme dhe tetori për fakultetet. Dhe na kemi fol për rëndësinë e arsimit dhe nevojës që kemi na të ndihmojmë fëmijët e tonë ta dua bëjmë të dashur shkollat. Normalisht se në këtë temë ka shumë më fol, argumente fetare, argumente nga historia dhe ka shumë probleme. Sepse fatkeqësisht na si muslimanë, si shqiptarë në këtë qytetin tonë, po edhe këtë vendin tonë, hala mësojmë në shkolla emergjente që janë bërë mas tërmetit për 2-3 muaj me mbet. Ata kanë mbet 40 vjet. Hala do më jetojmë kushte, mësojmë fëmijët tonë kushte afrikane, edhe pse na themi që jemi pjesë e Evropës. Nga mungesa e, do thot, kujdesit të përfaqësuesve politik për nivelin e kualitetit të shkollave, që është bënon shkolla e mirë, ndërtesa e bukur, kuadroja e arsimume është më me rëndësi për një vend, për një popull, për një komunitet se sa shtëpia e tij. Sepse në shkollë jeton fëmia, domethënë 5-6 orë, 7 orë, 8 orë, edhe aty merr domethënë edukatën e vet, edhe aty e merr shëndetin e vet. Dhe na kemi raste ku për shkaqe higjienike të dobta në disa shkolla shumë fëmijë janë infektuar dhe janë smu. Edhe kur nis procesi i ndërtimit të shkollave, pastaj zgjat 4-5 vjet një shkollë mendes si bëhet. A objektet industriale, komerciale, domethënë edhe ndërtesat më të mëdha ndoshta për 2 vjet përfundojnë. Që tregon mungesën e gajles edhe brengës për kushtet ku arsimohen dhe edukohen fëmijët e tonë. Por edhe me kohën në hijet pemës, hajde ta zonë se s'kemi shkolla hiç. Nuk është kjo arsye pse kemi kushtet e këqija ku mësojnë fëmijët e tonë, që fëmijët e tonë mos më u interesu me mësu. Që fatkeqësisht domethënë ka rënje të nivelit të arsimit tek fëmia jonë. Andë teksti eksternal, domethënë që u bë vitin e kaluar, përfundimin e vitit shkollor të kaluar, edhe pse pat ankesa, reagime prej profesorëve, arsimtarëve, drejtorave, medias, familjarëve, prindërve, fëmijëve, mirë po, unë personalisht mendoj se edhe pse aty ka gabime edhe hapësi për korrigjim shumë, po përsëri tregon se ka një rënje të interesimit nga 3 anë. Edhe prindit, edhe nxënësit, edhe kolegiumit të arsimtarëve në nivelin e arsimit tyre. Dhe nuk mund të ecim përpara na si popull, nëse na nuk e korrigjojmë këtë, se fëmia jonë prej në fillim, prej shkollës fillore e merr kulturën dhe edukatën e vet. A do të jetë i dashuruar pas leximit, pas mësimit, a do të jetë i dhanë pas jetës organizative, që jeton bashkë, i ka 20 nxënës, 30 nxënës në klasë, me jetu bashkë me ta, apo ka me konë vetë, edhe pe atje e përcakton ai karakterin e tij të ardhmen, shkollë mesme, fakultet, po edhe jetën pas studimeve të tija. Dhe pra shkak të gjithë na, duhet me dhonë kontribut maksimum, edhe të palodhur, për shembull ata që janë beqarë tash se kuptojnë këtë mohabet. Ama nëse kur të bësh babë dhe kur të bëhet non, nëse kur të kesh fëmijë, atëherë do ta shohësh çka do të thonë. Po edhe ti sot që je beqar, ama je i ri, e ke vesh me shkollë mesme, duhesh me vazhduar shkollimin tënd. Pse? Se leximi është ajo që e zhvillon mendjen. Edhe va kemi thonë shumë herë vëllezërve. Nëse njeri që shkon për shembull në qendrat e sportit për zhvillimin e trupit, që i thuhet domethënë bodybuilding, ndërtimi i trupit, ai sa më shumë e ushtron muskullin, sa më të fortë e bën muskullin, më shumë kile mundet me majt. Fillon domethënë me sa kile fillon sefte? Me 15 kile. Edhe vazhdon në domethënë 50 kile, 100 kile e tepër. Kur ka fillim, edhe ajo i ka duk e rëndë. Mirë po mas 1 muaj, 2 muaj, 5 muaj, 3 muaj, edhe ai pastaj nëse e lën ushtrimet,
i dobësohet trupi, edhe me vazhdimisht me majt trupin domethënë nivel. Kështu sikur se muskulli duke e përdorur zhvillohet, ashtu edhe mendja, sa më shumë që e përdor, më shumë zhvillohet. Për dallim pe teorisë që fatkeqësisht hala përdoret në disa qarqe tona, mos mëso shumë se bosh këto. Dhe teori që leçi është e saktë, po shumë defanzive, shumë është udhëzimi keq për fëmijët. E kundërta është, sa më shumë që mëson, sa më shumë që lexon, sa më shumë që mirësh me dituri, më shumë zhvillohet mendja jote. Më mirë i kupton gjonat, më larg i shef gjonat. Dhe pra do të është projekt strategjik i joni që na krejt pasurinë me harxhue, veç me eduku dhe me shkollu dhe me arsimu fëmijët e tonë. Nuk është kurrë kapitali krahasim domethënë përballë nevojës dhe rëndësisë dhe dobisë që ka domethënë shkollimi i fëmijëve tonë, djemve dhe vajzave tonë. Se nga përvoja po e tregoj tash për shembull, unë postova dhe në Facebook javën e kaluar 2 citate që janë tu dia të rëndësishme. Në kohë kur niveli i leximit ka ra, Facebooku e ka bën një ngjallje të leximit. Për shembull, se tash kush e merr leximin, një libër me lexue, një faqe, 2-3 faqe i vjen gjumi edhe flet. Edhe unë e kam thonë edhe publikisht, kush ka problem me gjumin, ta marr një libër edhe e zë gjumin më një herë. Sa marrë me lexu një libër për 5 faqe, për 5 minuta i vjen gjumi. Facebooku ka bërë tash që njerëzit se atë selet shkurta postohen. Edhe tash ti s'ke lexu hiç përveç sportit në gazet, apo ai që s'është me sport, as sport s'ka lexuar, tash barën Facebook po lexon nga pak. Mirë po. Leximi i statuseve të shkurta në Facebook e ka ngjall atë apetitin e leximit, por nuk krijon te ti konceptet plota. Edhe bot kuptim, të përkryer edhe të plot të gjanave. Edhe kështu i ngjan për shembull statusi i Facebookut që e lexon ti gjatë ditës 1, 2, 3, 4, i ngjan sikurse fast foodit, ushqimit shpejt. Edhe ti një herë të merr malli me hongër sandviç jashtë, 2 herë të tjera, ti qet jetën se më shkon me sandviçe se leçit gërditet, po nuk janë shëndetshme ato. Ato fillimisht domethënë të kënaqen edhe ta largojnë urinë edhe lodhjen, ama nafat gjatë ato janë dëmshme. E çka ndodh, duhet me hongër ti ushqim të rregullt, ushqim domethënë gatuar, që ai ushqim i gatuar në kuzhinat shtëpiake, ato janë që t'japin shëndet edhe të majnë gjatë. E kjo është leximi në Facebook edhe leximi në libër. Andaj libri nuk ka alternativë. Edhe kjo të më konë kultura jona, edhe pra që për shembull njëra të testeve që të mëdhej edhe të vogël me apo vetës në fund vitit është sa libra i kum lexuar në sot, ose si vjet. Për pyetjeve vjetore që duhet më aprashtuar si hoxh juve, sa libra i kam lexuar gjatë vitit. Edhe sot për shembull me nismë numërua me vetes një nga një sa libra që lexuar deri sot, deri shtator. Domthonë kam frikë se shumica kanë më dal me 0 libra. Kam frikë. Inshallah jam gabim. Ama kam frikë se shumica jo kanë më dal me 0 libra. Asnjë libër se kum përfunduar gjatë 9 muajve apo 8 muajve që kanë shkuar. Edhe kështu kanë shkuar edhe 4 muaj tjera që kanë mejtë. E kjo tregon se na kena problem me leximin. Edhe përderisa kena problem me leximin, na s'muna me ecë përpara. As muna me marrë vesh hoxhën, as dersin, as kurtet, as planet, as strategjit. Se dunjoja lexon. Dunjoja lexon. Edhe dunjoja shkruan. E ti kur as lexon, as shkruan, as e merr vesh tjetrin, as nuk merr vesh tjetrin. Por si të qoftë, në lidhje me arsimin dhe shkollimin, do ta kemi parasysh se leximi, mësimi është një veprim që nuk përfundon për muslimanin. Si të fillojë me lexu derisa të zgjat. Imam Ahmedi rahimullahu taala në shtratin e vdekjes i hulumteke do mesele, i thënë talebët o imam deri kur ti kemi marrë me mesele, mos plak e smund. I ka thonë talebeve të veta, ka thonë
bil mahberati ila al maqbarati. Dhe ka më fletore, pej ku t'ja fillojmë deri në varr, s'ka mundal. Kështu ka qenë ulemat e Islamit përpara. Dhe sa kanë pas jetë, ata janë marrë me lexim edhe studim edhe shpjetim. Edhe kështu ka nevojë me shku jeta. Fatkeqësisht na jemi shumë laksaj, mirë po duhet patjetër të mund këtë element me pas parasysh. E dyta që ka të bënë do thotë është se arsimimi, mësimi dhe leximi nuk duhet mu da prej edukimit. Se këtu kemi një shtresë njerëzve që kanë lexue, kanë marrë titull shkencor, kanë mësue filloret, mesme, fakultete, magjistraturë, doktoraturë, ka bë akademik. Ka diturit shumë të përlemin e vetë. Mirë bukur e shef sjelljen e tij, edukatën e tij, karakterin e tij, katastrofë. Ta ai mundesh me parë me ble provim, ta ai mundesh me nder me ble provim, ai rren për me marrë parë më shumë ku punon, ai bën plagiat në shkrimin e vet për me marrë domethënë parë më shumë, ai i tradhon shokët për një post vetë e kështu me radhë. Dukuri dhe gjëna që ndodhin në qarqet e këtilla, që të regon se ai arsimim i zhveshur nga edukimi, kultura, edukata, morali, do atë njëri e ka bo shkencëtar, ama se ka bo do njëri dobishëm për rrethin ambientin, shoqërinë ku ai gjendet të dhjeton. Dhe edhe pse shkollat, ku mësojnë fëmijët e tonë quhen qendra edukativo-arsimore, ato fatkeqësisht nëse japin arsim, edukat pak, edhe kush i ka fajet, zakonisht që për shtëpia, përsëri kemi fajet gjithë. Edhe prindi, edhe fëmia, edhe arsimtari. Gjithë kanë një pjesë të fajet. S'mundesh me thonë që fajin e ka veç prindi, as veç fëmia e as veç arsimtari. Gjithë kanë hisën në faj, edhe gjithë kanë me dhonë llogari për pjesën e fajit veç që e kanë ata. Andaj, sikur se kujdesemi për arsimimin e tyre, duhet kujdesemi për edukatën e tyre. Mos me rrejt, mos me shah, mos me vjedh, mos me mashtru, që janë karakteristika shumë të rëndësishme, që fatkeqësisht na i bëjmë hajgara atë punë. Ne e shti fëmijën me shajt për me kesh na, ose lejoj fëmija me rrejt dhe nuk e denojmë për rrejnën. E mos flasim për gjëra tjera që kanë të bëjnë me domethënien e edukatës. Kur flasim për edukatën, padyshim se do më flasim edhe për pjesën islame të edukatës, respektin e arsimtarit, që është pjesë shumë e rëndësishme e edukatës islame, me respektu atë që të mëson një shkronjë, jo me thirr nemën, e as do më thëmë mu talë me te, e as me ofendu, e as me nënshmue. Për kundrazi du të më ndodhë maksimumin në respektit, sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çka thot, "Walaysa minna", nuk është prej nesh. Men lem ya'rifu li alimina haqqahu, ai që s'ia din alimit ton hake. Alim është ai që ta mëson fen, po ai që ta mëson jetën. Hoç, do të turqisht gjuhën turke, hoç i thënë çdo mësuesit. Jo vetëm aty që ta mëson fen. Edhe kjo është e saktë. Çdo kush që të mëson ti duhesh me respektu maksimalisht. E jo ajo që ndodh në shkollat tona, nuk dihet kush është mësues e kush është nxënës aty. Përsëri nëse kthehemi kush ka fajt, i kanë fajt të dytë. Edhe të tretë. Edhe prindi që si korrigjon djalin e vet, se këshillon kur shkon në shkollë dhe vajzën e vet, po edhe fëmia vet, po edhe arsimtari që lejon që ai fëmijë mos me respektu atë. Ti si arsimtar, si pedagog duhesh me kriju mekanizme për me ja imponu atij respektin ta. Jo me shkop. E nëse ka nevojë ndonjëra dhe shkopin për të sprish punë, ama me sjelljen tonë, edukatën tonë, mënyrën se si ti komunikon me atë fëmijë. Dhe e treta që shumë me rëndësi me pas në shkollat tona është që ibadeti në shkollat tona. Na jemi musliman, nuk lejojmë që dikush me na imponu kush shkollohet talon e fen. Ashtu sikur se unë si hoq nuk du edhe nuk lejoj ai që e don fen me të pa shkollë. Na kemi thonë shumë herë edhe përsërisim. Let është me konë veç me fe e pa shkollë. Edhe let është me konë veç me shkollë e pa fe. As kjo, ajo që kërkojmë na, edhe që është synim i edukatës islame, është që me pas na djemtëri që e dojnë fen edhe janë të shkollu.
edhe fenë e majnë, edhe shkollën e majnë. Mirë po, në këtë rrugë, fatkeqësisht dikush neve për na qetë probleme në rrugë. Të na shkup maqënirë, alhamdulillah s'kemi asnjë probleme, ama ka për shembull Kosovë. Vajza që ka shamiz ban me shku shkollë të mesme. Edhe këtë punë kemi sharu shumë edhe deri dia akuzoshin femrën muslimane si e prapambetur e pa emancipuar, pse pas ka met pa shkollë, e sot kur ajo do të me shku në shkollë me shamit, i thotë jo me shamit s'mund është me ardhë. E tash, andaj kemi nevojë që na edhe prindërit, po edhe fëmijët, edhe djemt, edhe vajzat ta dinë se shkuar e atyre se kur flasin për shkollimin, nuk flasin për shkollë fillore, edhe për shkollë fillore, edhe për të mesme, edhe për fakultet. Ata djemt dhe ato vajza që shkojnë në shkollë fillore, mesme, fakultet, nuk do me thonë kjo se ati du të mu gjvesh nga feja, edhe du të me lon ibadetin. Namazi është shtylla e fesë. E përmendëm na pak më herët, nuk lihet as kur jenë vendin tanë e as kur jenë nuth, as kur je i shnosh e as kur je i smur, as kur jenë paq e as kur jenë luft. Nuk lihet namazi, e normalisht nuk lihet as kur jenë shkollë. Po si gjindu, si është obligim i arsimtarëve, i drejtorëve musliman që të kryejnë kushte fëmijëve musliman që ata kur vjen koha e namazit ta falin, ose nëse s'mundet tamam në kohën e pushimeve të kenë mundësi ata të falen, për djemt edhe për vajza. Ato që janë fëmijë shkollë fillore pa hi mbylyk se kanë obligim namazin, ama si ti hi mbylyk, aje ka obligim edhe aje ka obligim namazin dhe duhet ta fal namazin kudo që është. Në shkollë të mesme, në fakultet, magjistraturë, doktoraturë, s'ka drejt mos me fal namazin. Kjo është ibadeti në shkollë. E dyta, shamia. Asesi nas duhet me pranu si fakt që tentojnë dhe imponojnë që vajza e cila dënë më shkollua duhet me e shamin. Jo. Nuk duhet, nuk ka drejt një vajzë me e shamin. Kudo që është ajo. Nëse ka hi mbylyk e ka obligim shamin, edhe nëse në shamin duhet me luftu ajo që me shamin e saj me qenë e pranishme qendrat edukative arsimore tona. Edhe me luftu me çdo kusht që edhe shamia dhe shkolla. E nëse ka probleme këtë drejtim, atëre se cili ka përgjegjësinë me ngrit zanin, me përdor mekanizmet e mundshme që me ardhur te kjo drejt që ajo me shamin e vet me vazhdu shkollimin e vet. Edhe pse kemi raste shumë fatkeqësisht në Kosovë konkretisht që shumë vajza të reja ankohen presion nga familja për shamin që e ka vendu vet, presion nga shoqëria nëpërmes shkollës se nuk e lejon në shkollë me shkuar me shamin. Para mendo, një vajzë që ka 15 vjet, 16 vjet, edhe ka vendosur me vullnetin e saj pa e imponuar askush shamin. Edhe çfarë presioni i bën shoqëria? Edhe ajo reziston, edhe e bën xhihadin e vet. Kjo tregon se veç besimi është ajo që ka detyruar vajzën më mblu me shami e asgjë tjetër se po ndryshe po të shkon nga imponimi i dikujt edhe kishte lënë një herë shami. Për me demantu teorinë atyve që thënë se dikush po i shtin me zor më mblu për atë shkak na silon ata me shkon shkollë me shami. Sa ajo që e ka vendosur më mblu me shami, edhe presion nga shtëpia, presion nga shoqëria, edhe ajo se le shamin. Kjo tregon se s'ka imponim, po është besim edhe bindje e saj personale. Edhe ti si pjesë e shoqërisë duhesh me luftu për këtë drejt, edhe duhesh me lejue, edhe me mundësua asaj këtë drejt. Edhe ajo që është gjithashtu shumë e rëndësishme si pjesë e ibadetit, pjesa e nderit edhe moralit, edhe djemve dhe vajzave. Sepse fatkeqësisht na jetojmë këtë mes, edhe shohim edhe ndëgjojmë raste edhe tregime të shumta të djemve dhe vajzave tona, dhe na andaj flasim se na dhem se ata janë tonë. Edhe ata djem, edhe ato vajza. Ndoshta shkollë fillore nuk arrin me pas çorodit e kësaj natyra, ama shkollë mesme dhe fakultet pastaj po ndodhi që djali i ri do të shkon mu arsimue edhe me kriju domethënë dituri për vete e humb moralin e nderin e vet. Edhe vajza e re shkon e ndeshme nga shtëpia e saj për me marr dituri, mirë po fatkeqësisht atje merr diturin por e humb nderin edhe moralin e saj. E na s'kemi
nuk e pranojmë një situatë të tillë me dhon diçka të shtrenjtë për me fitu diçka të shtrenjtë. Na dojmë me dhon mundin edhe lodhjen edhe djesën për me fitu diturinë që është e shtrenjtë, po pa e dhon derin, moralin edhe fenë që janë gjithashtu shumë të shtrenjtë edhe më të shtrenjtë apo. Edhe andaj kemi qef edhe dëshirë edhe thrasim publikisht djemve dhe vajzave që të kujdesen për nderin e tyre. Ajo diplomë e fakultetit për atë djalë dhe për atë vajzë, të cilët e humbin nderin, e humbin fe, nuk u vlen kur gjo as në dunjë as në ahiret. Edhe nesër do të pendohen, por ndoshta ai pendim ka me qenë i padobishëm për ta, sepse njeriu shkollohet për avancim në shoqëri. Avancim ekonomik, avancim statusor, do të kesh një status më të lartë, bëhesh dikun drejtor ose të bëhesh dikun imam. Mirë, po ti nëse derin dhe moralin apo e shet për pak, edhe djali dhe vajza vlen për dy gjinia në mënyrë të barabartë. Jo sikurse e thojnë disa një pjesë e popullit tonë se vajzës do të më mbrojt nderin dhe moralin, djali do të bëj çka do. Jo, dyve neve do të më mbrojt moralin, edhe djemve dhe vajzave. Edhe morali dyve është për neve me rëndësi. Se edhe ai djalë që lejon të na përkam nderin e vet, edhe bjen në më thënë flagrancë, edhe bjen gjuna dhe ngabim, është i njëjtë, sikur sa ajo vajzë e cila e humb nderin e saj, njësoj të Allahu të xhelal, me gjuna. Andaj apel të rinia jonë që shumë mirë që ti ke vendosur me shku në shkollim, me vazhdu fakultetin. Mirë po kujdes, ke frikë Allahun. Allahu është me ti kudo që t'jesh ti. Ke frikë Allahun kudo që t'jesh. Mos gabo, dash nga shtëpia jote me nder e moral. E ta humbish moralin dhe nderin tan, atje ke shku ta fitosh diturinë dhe shkencën. Edhe djali edhe vajza. Dhe për këtë shkak namazi, shamia dhe nderi dhe morali janë tre komponente shumë të rëndësishme që duhet edhe djali edhe vajza me i pas para vetes shkollë mesme edhe në fakultet edhe studimet pastaj më vonë. Kështu na ndërtojmë karaktere, kështu na ndërtojmë personalitetet e fuqishme që nesër kur të vjerë puna me i vlerësu gjërat i vlerëson sakt, edhe kur të vjerë puna me i peshu gjërat i peshon sakt, dhe atëherë është i gatshëm me fliu interesat e veta, aspiratat e veta në interes të shoqërisë, popullit, vendit dhe shtetit vet. Përndryshe, në të ajo që sot e shohim se njerëzit janë gatshëm për interesat veta me shit edhe popullin, edhe kombin, edhe shtetin, edhe shok e idealin kalumen, edhe shumë gjëra që ndoshta se kishmi besu se dikush i ban mirë, po sot i shohim se të gjitha zezat po u bëjkan për atyre që s'kan, në më thonë, karakter i cili është i ushqyer me din e iman e frikë nga Allahu subhanahu wa taala. Dhe ajo që e përmendëm, do thot kultura e sjellë me edukata me mësuesin, gjithashtu është pjesë e edukatës dhe kulturës islame që duhet me pas fëmijët e tona për shkollat tona. Dhe pas kësaj, domethënë që është temë aktuale dhe kemi nevojë na vazhdimisht mi përsërit porositë dhe këshillat nga dëshira që kemi që populli jon të ecë përpara zbashku me dituri dhe me fe, dhe gjithashtu duke porositë rinin tonë që të mbrojnë nderin dhe moralin, sepse ata janë të ri, kanë ndjenja, kanë emocione, kanë epshe, edhe normalisht kur janë si të ri, nëse s'ka kush i këshillon ndoshta ata për shkak të moshës që kanë, papjekurisë që kanë, ndjenjave dhe epsheve të vrushme që i kanë, mund bëjnë gjuna dhe gabim, kemi obligim që tu atërhekim vëretin ata mos ta bëjnë këtë gabim e të vazhdojnë zhvillimi ka hajri dhe e mira.